Unë s'kam shumë që i kam prerë në fakt, po dhe kisha prerë dhe unë. Po mund ta bëjmë një rregullim vogël. Edhe sepse për të zbukuruar mua s'mjafton prezër plokët. Duhet shumë. Një magjistar për shembull. Arsye pse jam këtu, që më ftove të falenderoj, është për të treguar opinionit publik. Ore, si puna ime dhe si puna jote, ka pa fund, janë shumica. Dhe i sa ka si puna jote, ja me këtu jemi në si përmarës. Sa veta ke punë së 5. Ju tani s'keni punuar njëri, po do vetë si puna në punësonit të tjerë. Unë vete për ditë flas me si përmarës. Ka një Shqipëri që punon. Ka një Shqipëri që sakrifikon, ka një Shqipëri që si shte ti, kur i vete politikani e thotë më voto mua ti se do të ndihmoj unë, thotë më bërë mua do të shport në pushteti, po jo se sa dua, se unë jam dalë me forcat e mia. Po ideja kush është që duke qenë këta ka unë dhe besime për të ty, kupton? Ti je si përmarrës. Apo. Kur punson dikë dhe zbulon që të vjedh. Ti ç'a bën? Thua, po këta që kanë gjithaj dut apo? Jo. Ti thua, heq me një tjetër. Do thuash ti, po nga e di që ai piti do të vjedhë në këtë mënyrë. Ai mas e dit, ai nuk e di unë ç'a do bëj tjetër thua ti. Po ky po më vjedh. Dhe do ta largoj. Po më doli, ai do largoj dhe atë. Po më doli, ti do largoj dhe atë tjetrin. Njerëzit duhet të kuptojnë që nëse dikush nuk bën punën që ti prisje që ai të bënte, gjej pa largohet. Po ti apo ta jap votën ty, okay, ta jap. Se them që okay, i ke ide të qarta dhe ke qef të punosh olla, ku di unë kështu dukesh për dyshim edhe. Po. Okej, ja po them që unë ta jap votën. Po, rrofsh.